Nuk besoj që çdo person i një shoqënie ka të njëjtën përgjegjësi për sa i përket formësimit të opinionit publik. Ekonomistat, juristat, profesorat quhen intelektual të këtij vendi që të formsojnë mendimin heshtja atyne dhe normalizimi i të keqes na ka sjellë këtë pikë që jena sot. Pra, për mua ka një përgjegjësi të veçantë të kësaj kategorie në krahasim me pjesën e shoqënisë në tërësi. Patjetër që shoqënia në tërësi ka një rol të rëndësishëm, sepse fakti që i vjedhet buxheti i shtetit, fakti që është përkeqësuar jeta atyne, fakti që kanë ikë fëmijët prej shtëpive, nuk kanë pse me prit thirrjen e Sali Berisë apo të Partisë Demokratike për me dalë në shesh. Sheshet do duhet të ishin mush me kohë. Njerëzit që formsojnë opinionin publik kanë një detyrë shumë të rëndësishme, edhe ku e çojnë projektorin. Mundet me pas shumë të vërtetat në jetën kohë, por nga jo vërtet që e çojmë dimensionon të vërtetën e përgjithshme. Por nuk është çështja se zoti Daci mund të thonë shumë të vërteta, por nuk është momenti mu marr me ato të vërteta sepse është elefanti në dhomë. Kjo është ajo që unë deshta me thanë për sa i përket rollit të intelektualëve.